Mirëmbrëma për krejt juve shikues dashur të emisionit Një Natë të televizionit TV1 që po qëndroni gjithmonë me neve, po filloni një javën bashkë me neve edhe po e përmbyllni javën së bashku. Unë uroj që keni kalu këtë ditë shumë të mira, me shumë dashni, me shumë punë, edhe inshallah edhe me lajme të mira, pse jo. Këtë emision gjithmonë e fillojna me TikTokun, edhe po e dëgjojmë pjesën e TikTokut, cila ka qenë pyetja, cilat janë përgjigjet edhe reagimet e qytetarëve, më pas do kthehemi përsëri në studio sepse do kemi shumë për çka me fol. Une duna mu ku fëmija i preferum shpe, a mos jam, edhe s'u pe kuptojnë, qëta se di ndërnë me kuptu. O zotin ju! Shka zi printe me? Se di isha se din. Qa ke bona insan që si bëjnë kaldu? Kejt e din. Bobi nuk e kam, fatkeqësisht para 11 vjetë e kam ndru jetë, e kam veç momin, e kam best friend, gjithë shka den për mu. Ma shumë ajo se shoqe, do me thane. Kejt e din për mua. Së di që të thonë. Së di Allah. A që më po nërë, ne i konë. Ja, nuk di sal. Kejt i din. Krejt i din. Pas TikTokut, vazhdon storja e radhës, që zakonisht këto storje i përgatit Valerina, edhe zakonisht në këto storje po shkon në shtëpit e dikujt prej artistave, ftyrave publike. Po e shojmë kësaj radhe se të shtëpia e kujt ka shku Valerina, edhe më pas do kthehemi në studio me zhvillu një bisedë shumë të mirë.
Jemi rikthy në studio edhe si zakonisht unë preferoj me thonë që me musafir bëj muhabet, bised, e jo intervistë se është asi bisede çka ke bo, çka ki me bo, bisede interesante që bën zakonisht me një person edhe jo intervista shumë serioze, po si gjithmonë shumë në emision preferojna me folë për artin, edhe pse jo arti është diçka që na karakterizon edhe ka gjatë talenta në Kosovë. Në këtë rast, me mund studio është Kastriot Abdyli, regjisor që kena me bisedu sot për filme për shumë sana, apo jo? Faleminderit për ftesën, faleminderit për bashkëbisedimin që do ta bëjmë. Të lutem, jeni mirë se ardhur gjithmonë. Mas pari po du me të pyet 17 shkurtin që e kalove, se e di që ke kogja fest edhe ka pas shumë njerëz edhe energji kështu asi patriotike tepër të madhe që është pa tek njerëzit. Shove, zakonisht 17 shkurtin e festoj me shok, me shoqëri, po këtë vit me insistimin e dy djemëve të mi e festum bashk me djemët në një ambient shumë mirë ku muzika është brillante, ndër ata që ishin aty që e bën atmosferë dhe kemi edhe prezent këtu që do të na bojnë edhe këtu. Dhe ishte shumë mirë se në lokalin që u bo gjithaj manifestim, kishte edhe pjesëtar të forcave të sigurisë Kosovës dhe aty në mënyrë simbolike u ngrit edhe flamuri në gjatësi 15 metra një flamur, dhe besoj ishte një atmosferë mirë. Unë jam pak i emocionum, se një natë përpara patëm një fest në një kolektiv ku punoj, dhe aty i printe valla një djalë i dëshmorit. Normalisht që edhe... Edhe, po të më drejtën, ishte një emocion i posaçëm, ku ai i printe vallës, ai këcente, do më djalë i dëshmorit, ishte diçka një... Edhe të nesrit, do më thonë, para se të shkojmë aty te lokali që festum, e pash paradën e Forcave të Sigurisë Kosovës, edhe ishte diçka jo është zakonshme, po diçka e magjikshme. Do më thonë, ishte diçka shumë e madhe. Është emocioni pa përshkrueshëm, patjetër. Për i kthehemi punës, se s'po du me të fillu tash me qitë në ato kujtimet. Unë e preferoj me fillu me këtë pyetjen çka ka të re. Çka do të ketë të re në film dhe sa i përket krejt punës që ti e bën? Po, jam proces të disa projekteve, do më thonë, një projekt veç e kemi mbyllë dhe jemi ka bisedojmë për premierën, do më thonë, me të jam si koproducent me këtë filmin e Pliton Vlasit, vallëzimi me hijet që i kushtohet Nën Terezës, do më thonë është kry komplet filmi dhe tash jemi negociata, jemi ka shofim për me dhëmë premierën në mars, do më thonë, kjo është e para. E dyta, projektin tim filmik, që jam edhe regjisor e producent, që e kum gjiru në Maqedoni vjet, jam në proces të post-produksionit, mirë po për shkak që në 2021 e bona gjërime dhe në mes të gjërime ndodhi pandemia ku aktoria kryesore mu infektu me Covid dhe u dësh një bllokat 10 ditore, atëherë kostoja e projektit shkoj minus 50 diçka mijë euro, dhe tash jam në që ato parë ishin para pame për post-produksion. Tash jam në kërkim të mjeteve për post-produksion, aplikova konkursin e kaluar në QKK, shpresoj që këtë konkurs do të ketë mas seriozitet dhe ndoshta edhe do të kaloj. Në ndërkohë jemi të pa pamje të filmit për Heps, mbrapa në led, mbrapa. Po, kjo është filmi për Heps, që është gjiru vjet në Maqedoni, ka fillu dikon në 25 tetor gjirimet, kanë zgjuar deri në fund vitit. Është një projekt me një skenar nga Tom Walkers Amerikan, Moni Damevski është nga Macedonia, dhe si konsulent skenari dhe si skenarist është Dominik Della Porta. Është një rrëfim... Direktor është edhe Arben Baraktari, apo jo? Po, rol kryesor luan Arben Baraktari.
Po ashtu është edhe Visar Vishka, edhe ai është aktori i njohur me një renome ndërkombëtare. Pastaj luan edhe fitore Miftari, e cila jeton në Zvicër, luan Ismail Kasumi, Katerina Jovanović është nga Macedonia, dhe shumë aktorë tjera, kupton. Xhirimet janë kry tash vjet. Jemi në fazën e postproduksionit, presim mjet e shtesë për ta mbyllur këtë edhe për të vazhduar më tutje. Po për filmin Kthimi, do me thonë filmi ka fitu 2 çmime, çmimin regjia më e mirë dhe skenari më i mirë. E di që ky film ka përfunduar në 2018, mirë po ajrokëtimi dhe suksesi i saj është të vazhdo akoma. Po është e vërtet, domethënë filmi ka përfunduar në 2018 dhe e ka pas një fat keq, sepse pas rrugtimit në disa festivale ndërkombëtare, duke fillu prej premierës botërore në Oldenburg Film Festival, pastaj premierën evropiane në Mannheim dhe Heidelberg dhe disa festivale të ndërkombëtare. Në momentin që ishte i parapat shfaqet në kinema, ndodhi pandemia dhe si me thonë Bllokoi gjithçka. Dhe si vjet, domethënë, me ftesë të festivalit Hynesha në front, ku isha edhe një borxhlis, sepse gjatë montazhës filmit Besim Ajeti, i cili është pronari i kolegjit Pjetër Budi, ma lëshoj komplet hapësirat e tij për të punu, për të bërë projekcione krejt, dhe isha një borxhlim moral që filmin patjetër ta shfaqi, ku pastaj juria e vlerësoi, po jashtë ta 2 çmimeve që i mor filmi, për mu ka pas peshë shumë të madhe, jam gëzuar shumë që aktori që luan rol kryesor Selman Lokaj u shpërbly me çmimin kryesor që është për vepër jetësore. A presi me marrë pjesë festivale tjera, apo po dënë me... Po me të regu drejtën, kam pas ftesë tash edhe në një festival në Indi prap, kam pas ftesë edhe në Spanjë, po me procedurat për në apliku du të mi qu do të trailersane, tash jam në negociata, do më thonë e kam në 2 platforma filmive që të lëshuar dhe jam negociata dhe me një platformë pashtu në Spanjë, dhe pasi kum në shu kontrata është do të bisedoj me ata të Spanjës a preferohet, mase që është në platformë tyna, preferohet edhe më shfaqen në festivale. Do thonë kjo është që... A e ke prit këtë sukses, apo të ka befasu? Pashëve, me thonë drejtën, filmi si teme ka një temë të realitetit tonë, a kupton. Dhe qëllimi jem ka qenë të avoj një film korrekt, ku në plan të parë pasqyroj femnën shqiptare ashtu si që është, e cila e mban besën 7 vjetë, me ndërshmëri me krejt, dhe anën tjetër e pasqyroj edhe traditën tonë përmes plakut që është që luan Baci Selman, do më thonë. Dhe e kam edhe antagonistin ose Ilirin që luan Hazir Haziri, ta është dekani i Akademisë së Arteve, ku si i ri shkon në përëndim dhe këtu e len një, do më thënë baba nona, e len një të dashur dhe e besën, dhe gjatë shkurës atje, pastaj e ndeshët atje me një rrethon tjetër. Dhe kjo është dhe kostoja që paguan çdo kush për integrim në mjedisit e reja, ose dhe vendos që t'ja vendoj e zemrës një guri, dhe ta japit të dhimbshmën për ta marrë të këndshmën. Dhe vendos më martu me një franceze, Sabini, që luan Delphine Depardieu, dhe martesën do ta bojnë në vendlindje. Dhe ardhja e Sabines me Ilirin për të kurorzuar, aty pasqyrohet edhe kontradikta mes kulturës shqiptare me atë evropiane, po në plan parë tash është Baci që në pas Bacit e të regoj traditën të cilë fatkeqësisht gjeneratët vjetër janë ka marrë, femnën shqiptare e cila e mban besën, sepse
femra shqiptare, jo që ka mboj 7 vjetë, pa ka mboj të 29 vjetë. Në më thonë, femra shqiptare ka qenë ajo që i ka prit të dashurit, të fejume si burrat, cilit kanë qenë burgosur, mas pari ata që kanë qenë politik me 10 vjetë. Po femra shqiptare ka prit edhe ata të dashur tyre të cilët kanë rënë në përëndim për punë tjera. Dhe me këtë rast e kom pas një si me thonë, një pikqëllim që përëndimit që të regoj kush është femra shqiptare. Se jo rasisht edhe simbol i ndërshmërisë dhe devotshmërisë se një femre në botë është Nën Tereza që pikrish është shqiptare. A duhet me pas eksperiencë gjatë për me mbri një sukses që dëshiran edhe me qenë regjisor? Shove, në thonë drejtën, unë i takoj një gjeneratët të nemën. Se të nemër? Sepse në vitet e 90-ta kam qenë maturant. Dhe në atë kohë, kur e kryta shkollën e mesme, e kisha një diplom, po nuk ishte valide kërkon. Dhe pasaj prej 90-tës deri në 99-ën, 2000-ën, ishte një kohë kur asgjë gati nuk funksionoj këtë, më thonë, ishte gjë mbi jetesë. Pastaj mas 2000-ës fillun proceset. Tek vonë fillun të kriju qendra kinematografike në Kosovë, tek vonë fillun edhe shqiptar deportojnë në Maqedoni, ku një ndër të parë që kam deportuar me film gjatë jam unë, që është ranë, sepse mbas 50 vjetë të ekzistencës të kinematografisë të Maqedonisë deportojmë ne, ja, kupton. Edhe për që ta, domethënë ka qenë një pauzë 15 vjeçare, mirë po asnjëherë nuk ju kum nda, sepse kum besu në 3 njerëz, domethënë. I pari që më ka nxit ka qenë Sefedin Nuredini, që më ka nxit, i dyti që më ka kalit ka qenë profesorim Gjevat Limani, dhe i treti të cilët më ka thonë e ki kohën adekuate për regji filmi ka qenë profesorim Isa Qosja. Do thonë, këta 3 persona kanë qenë ata të cilët kanë orientu mu marrë me regji. Normalisht, duhet me qenë vullneti, po edhe përveç vullnetit nga njëherë është edhe fati. Normalisht edhe fati pjesën e saj. Dhe mendoj që fati është në favor tanin nga njëherë dhe fati dhe me ta këthy shpinën. Mirë, po për me qenë fati në favor tanin duhet një këmgullje, një sakrificë e madhe, sepse beso që është një haraqimat që duhet pagush për me realizu, sidomos kur je shqiptar, një vepër kinematografike. Çdo punë normalisht është kohë, edhe sakrificë dhe mund. Mirë po, a të bën tash kjo koha e madhe që duhesh me ja përkushtu punës, me qenë ma i lidhën me punën që e bën, me të lidhë shumë a shumë? Pa, shove, është një ndjenjë që edhe kur rrin, edhe kur flet, edhe kur ndoshta kur flan, je i lidhur me atë projekt, për shembull, se tash unë për shembull e kam me avandorën e fundit postproduksionit të filmi Perhaps, edhe zakonisht edhe kur rri mendoj këtë skenë si me lidha, kupton. Në 2 jam në 2 skenaret të cilët kam fitu për zhvillim skenarit të punu, domethënë njerin e kam jetën autobiografike të Alinda Morinës, që jam ka punoj me përmbyll, domethënë skenar për me apliku në Maqedoni. Edhe jenë tankona, kupton, e shef një element që e lidhë, domethënë nuk mundesh mu shkëpu, domethënë edhe jetat botë e tillë që ti mendon tankohen për çfarë, po mas mirë për këtë dëshmitar është gruaja, cilën edhe shpesh që në 13 sa më gru, më kam menduar që kjo që kjo. Po pasi që kam edhe partnere, sepse në projektet e fundit për që i mban është drejtorish financiar, është producente imja, atëherë ka mirë kuptim. Edhe të kuptan ma letë. Na që dalim para kameras e dina që është pak një farë
është një lloj përgjegjësie, po edhe kush qëndron mbrapa kamerës e ka atë përgjegjësinë hala më të madhe për këta që janë përpara me tregu çka më bë, ç'më bë. Sa përgjegjësi është për ty edhe sa angazhim e dën kjo pjesë? Po shumë, ata që janë më të që prezentojnë dhe që janë më të bukur dalin para kamerave. Na drejtohemi nga jo, dhe na ka thënë Kurse çfarë na bë, që si kemi bukurin rrim brava kamerës, Ja s'kisha thonë që ashtu. edhe ju shesim me një anekdotë. Ja. Jo na mësani. Po shumë tash, mendoj që Na jem produkti juaj. po është një vërtet, po çdo herë duhet me pas një bashkëpunim. Unë po të thamë, më kalon mbresa me disa aktorë që këmë punu. Ndër të parë që kisha përmen është Selman Lokaj, ku kemi punu 3 vjetë. Çdo ditë kemi pi kafe, kemi bisedu për një presje, për një fjallë edhe me sot tekstin që e kemi pas në skenare, kemi përpunu mos thamë 70%, sepse e kumë pa që ai jep ma shumë me shikim, ma shumë me pamje se sa me fjallë. Se ka herë gjesti është ma i masë se sa fjallë, a kupton? Do më thonë, e di që ka është dhe është një par excellence, do më thonë. Pastaj, përvojën tjetër që më kalon në shumë mbresa ka qenë Visar Vishka, që ishtë tash Macedoni, i cili për muj i tonë më mbyllë në banes, dhe kishte vetëm skenarin të punu dhe më streste kjo kështu, do më thonë që kalon ditë pa më thirë, pa konsultu, bilëm ku shkojsha në Shkup, grujeve të okej, a monë në zërë pak për bënë se do më bo. Dhe njeri hupi mbi 9 kg pesh, vetëm të përgatit rolin, do më thonë. Tjetër person që më kalon për shtypje është Armen Baraktaraj, i cili ka ardhë me një energji pozitive, i cili edhe pse ka qenë do pjesë me lujtë macedonisht, e ka mësu macedonishtën ma mirë se një macedon. Do më thonë, aty për aty dhe vinte, dhe do më thonë, kryo edhe shpëndante edhe energji pozitive. Personi tjetër që kam punu me to, po që e kom maltretu, ndoshta ma tjepër se që duhet, është Ismail Kasumi, një aktor shumë i rish, me perspektiv të madhe, ku e di që kishim u gjiru një skenor atë në Bramjes, e që është antre hajde, edhe ftof, ti kime qenë veç me kostum, a kupton? Po krejt këto, për shumë, edhe me aktorët që kum punu, edhe me krejt, në ka qenë që sa ma shumë personit të identifikohet me atë që ka me lutë. Për shumë, Armen Baraktari, tanë kohën rënë të në qarshi, të Shkupit. Dilë të pinë të qaj, hanë të bukë, sepse lujke një mafjash qarshis të Shkupit. E tash me hi në rallë ashtu ma mirë? Dhe beso që tanë kohën rënë të në qarshi, do më thonë, qatë ty rënë të, qatë ty flente, qatë ty krejta, kupton. Po njëjtë edhe ekipi, do më thonë, ishim vendosë aty në qarshi, edhe për tamë, shtu që e njora është, mendoj tash, se zgjo kush ka mënyrën e vetë me komunikimi me aktor, po mendoj si regjisor është një bashkëpunim shumë i ngushtë me aktorin, që aktori sa ma shumë me hynë në rol dhe me përjetuat, a kupton tash. Kjo është e imja, ka regjisor tjerë që mendojnë ndryshë, a kupton, si cilë e ka nga ka ndryshimi vetë, por unë kam këtë qasje, kam bashkëpunimin, kam që sa ma shumë bisedojmë në aspektin psikologjit të kapim dhe pasaj me prova të praktikojmë. A të merë ko kjo përgjedhja aktorëve për një rol, se të e di që me të vërtet ka këgja shumë aktorë shqiptarë të mirë, edhe tash nëherë mund është me i pas 2 aktorë që ishe një rol, e tash etë se cilin me përgjedhë. Po e është problem për shumë se të botë kryja veç personazhe, jo rastisht kur hyna këtu thash mos hyna Big Brother, e pash Kiarën, sepse ngulitën të personazhe. Edhe Kiara pa Luizin. po lypsha Luizi kur është këtu. Ska. Është përgjithësia e madhe, sepse unë po të thamë për shembull tash për të fundit,
e kisha fiksime që në Arben Barektaraj. Mirë po për shak se filmi ishte financu veç nga Macedonia, Kosova s'kishte financu. Dhe kisha drejt me pas veç një aktor, kupton, sepse dhe po masandej për shak që Arbeni u llogarit si një aktor me renomeni ndërkombëtare ma mundsun që edhe Arben Barektarin ta marr. Kupton se isha i fiksum në një, në dy isha i fiksum në Visar Vishkën, i cili edhe pse është shqiptare lunë të Macedonin, po ka lutë shumë më bukur se me lutë një Macedon, kupton, se isha i fiksu me këta dy aktorë, kupton edhe më shumë mirë që i erdhen, tash me thonë drejtën, e kësha parapare një aktore të madhe shqiptare me lujtë, mirë për shkaqe familjaren së në angazhohet, sepse e ndërko u bon nanë me fëmijë dhe ishte problematik aspekti si një nanë e përkushtume, jo si aktore, e kishte edhe aspektin e fëmis, a kupton, që e qmoj shumë, a kupton atë, dhe nuk mundëm të kemi, sepse kushtet cilët u kërkon që filmi do shke më zgjatë 12 javë, a unë do shke me përmbyll brenda 6 javë, a kupton, se koston. Për gjysë. Kështu thash po, do më thonë ishte një sakrifis që i ban nana për fëmin ku do të me hek dorë për shkak të angazhime prindërore. A preferon me jep mundësi kështu shumë edhe aktorëve të ri, e ceke që njëri prej aktorëve që është edhe i ri është Ismail Kosumi që ka marrë pjesë, apo? Po, ai ka marrë pjesë në filma tjerë, po në krahasim me Arbenin e Visari është ma i ri. Po, ma i ri, po dhe në eksperiencë. Po, me thonë drejtën, në filmin e fundit, po dhe të parin, do më thonë i kom dhonë hapsir, për shembull në filmin Kthimi, i kom dhonë hapsir aktorës re, që në atë ka qenë e re, se tash nuk është e re mo, ka qenë Liridona Shehu, e cila veç sa ka kry vitin e 2 fakultetit. Po, e kom pas ju ka përshtat rolit dhe e kom marë. Kurse në filmit tash të Perhaps, do më thonë, e kom marë Katerina Jovanović, që është nga Shkupi, e cila ka kry vitin e parë. Do më thonë, kisha në opcion një aktore tjetër, Natasha Petrovićin, që është nga Macedonia, që është një aktore me renomen të madhe botërore, do më thonë, vis-a-vis Arta Dobroshi, do më thonë, edhe ka fitu shpërblimi si aktore marri në Evropë, shumë filma ndërkombëtar. Mirë po, në fund vendosa për Katerinën, edhe pse kishte kry vitin e parë dhe me këtë takt, angazhimi e Katerinës u deshke të marrë të mirët edhe lejen nga fakulteti, sepse nuk lejohet një studente pa kry spaku vitin e 2 në angazhim film. Dhe u boni precedent, mirë po, unë isha shumë i hapur me përgjegjësit e fakultetit, ku ishte një profesoresh që bante probleme dhe dekane, thashë më falë Zoj, ti e dekane, po ti profesoresh po. Sa filma gjatë ki lujtë? Tash e kini mosh 50 vjeçare dhe asë një film gjatë ki lujtë. Kjo ka shansë, studente vitit parë, me lujtë film gjatë. Dhe aktorës i thash, do të vazhdoj studimet me qenë studentja ma mirë me dheqe, dhe pastaj me mbet kush që ka të mërë, apo do me qenë me lënë fakultetin dhe me kry, me qenë me lujtë me një film të metrazhi gjatë, ku e ki partner Arben Barektarin e ki Visar Vishkën, vendosë. Dhe vendosë me lujtë film mirë, po mas ndaj edhe fakulteti u bo i kuptu shumë dhe edhe lenë. Pas ka qenë edhe fat i saj në këtë rast, për të dy anë, sepse Ka qenë fat ndoshta, po thash, ndoshta fat me qenë, sepse edhe asaj thash, kjo nuk i për shpesh, këtë që e ki ti, me thona 0.01% e aktorëve e kanë, sepse rastësisht ndodhi me Natasha Petrovićin, dhe i thash gjema një aktore tjetër, sepse s'pres, ishte puna timingut sa me prit, a këpëton? Në morën vesh me lujt, a e kërkoj një afat për me bisedu me menaxherën e vetë, e prita dherit një si dumet, ora 5 minuta nuk u lejmëru, thash gjema një tjetërën, e gjetëm këtë në akademi me propozun, dhe fillova provu me ta dhe u lejmëru në Natasha Petrović, thash në falë, u kry puna. Mes Kosovës, edhe Macedonisë, pjesa e filmit, ku menon që qëndron pak ma mirë? Shove,
Kosova ka pas sukseset maja, po ta tham shumë haptës, ka pas sukseset maja edhe me një buxhet vogël që i ka dhanë. Domethënë, po ta tham shumë haptës, jo është në krahasim me Maqedoninë, po Kosova në krahasim me këtë regionet që këtë regionin Kosova ka pas suksese më të madh me financimin që ka bë, me mbështetjen që ka pas. Mirë po s'do të harruar se Kosova deri vonë është udhëheq nga një ekip i cili ka ditë të krijoje bashkëpunime, ka ditë të financoje, suportoje, tash dikush e shon, dikush e livdon, a kupton, po megjithatë ka pas suksese të mëdha, kupton, qendra kinematografike e Kosovës, sepse filmat të cilët janë suportuar nga qendra kinematografike e Kosovës kanë pas sukses. Dhe kjo ka qenë ndoshta edhe një merit e menaxhmentit i cili ka ditë që një jurit vlerësuese të bjerë nga jashtë selektor festivaleve, drejtor festivaleve, o kupton, dhe ata kur kanë qenë jurit për zgjedhjet e projekteve këtu, ata kanë pasur që ka dhe masandeja edhe ata kanë qenë supportues të projekteve të ndryshme. O kupton, kështu kjo ka qenë. Sa mbështetje jep Kosova dhe çfarë suksesi ka, dhe sa mbështetje jep Maqedonia, çfarë suksesi ka, Kosova është larg. Jo vetëm me Maqedoninë, po edhe me Shqipërinë, edhe me vendet e regionit Malzi, Bosnje, Serbi, Bullgari, krejt. Domethënë është shumë larg. Po kjo është vetëm merit e talentave të cilët ka Kosova, po edhe merit, mund të them publikisht, sepse s'po do me përmenam, se po është merit edhe menaxhmenti i kaluar, duke filluar nga Fatos Berishas që ka qenë fillim, pastaj vazhduar nga Arben Zharku, domethënë këta kanë qenë ata që e kanë shtruar rrugën, po këtu s'duhet harruar edhe një kontribut të madh që ka dhënë në afirmimin e kinematografisë Kosovës Vjosa Berisha me Prifilmfestin, pastaj Besimja Jeti me Hyjnishën Front, si edhe tash edhe Dokufesti që është një ndër festivalet me renome regionale, ku kinezë vinë, lidhen, bisedojnë, komunikojnë dhe krijojnë lidhje. Domethënë, po krejt këto kanë qenë si merit e individëve. Sepse me një buxhet 400.000 euro, 500.000 euro, 800.000 euro, kurse në Maqedoni një film i merr 500.000 euro, i merr 1 milion euro, i merr 2 milion e gjys euro, ka marrë 4 milion e gjys euro. Domethënë, ki filma që në Maqedoni janë financuar deri në 4 milion e gjys dhe s'kan pas as premier ballkanike. Këtu filmat që janë financuar me 100 e diçka me euro kanë pas suksesin festivalin ndërkombëtar. Kastriot na kena shumë çka me fol për filmin, gjithmonë është pjesë e gjanë që asnjëherë do minuta nuk jam boll. Mirë po, ke shumë kënaqësi me dëgju krejt këtë bisedën tonë edhe unë të pres gjithmonë kur ka diçka të re, kur ka ndaj festival të ri, ndaj film të ri, me fol, Kjarën e kikto. Është do të merr gjithë Luizin. Kjara njerë është pa Luizin, po s'ka lidhje, me rëndësi nga bisedën mujna me bo. Kënaqësi për mu shumë e madhe me të pasë në studio edhe të uroj shumë, ama shumë suksese. Faleminderit për juve, falenderoj edhe producentën Shpresën e cila më ka kontaktu dhe ju uroj sinqerisht u befasova për të mirë me ambientet e televizionit juve, ishin shumë ambientet të mira, shumë të këndshme, edhe veç ju dëshiroj sukses edhe pse jeni televizion i ri, po veç ja keni fillu me lanë gjurmë. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe njerë. Atëherë të dashur shikues, po e dëgjojmë performancën e bendit së bashku me Frontinën, edhe mandej këtë pjesë parë do e përmbyllim bashkë. Vjen kjo nostalgji, të fiklim në çdo fjalë melodi. Je i ri, po më thonë një shumë i ri, për me vi e mu de në mërsi. E po mdo këtë jetun i paguj, gjëna e të tjetër kuj, e ti qaj, oj zemra ime son të vetëm qaj, për vit
thret. Nuk po du mo kujtime me jetu, pse ke shku, pse nuk reshe këtu me mu. Po m'do këtë jetu një paguj, premtime që si kom maj. E ti qaj, oj zemra ime sonte vetëm qaj, për vitet që po shkojnë ti qaj, për krejt që i kën se ti pate faj. Qaj, 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 për shok të umbur tiku në përbot, për kont me mali qoje nga një got, për dashni që e umbe shfryun vaj. Qaj, qaj, qaj. Faleminderit bendit edhe Frontinës për këtë këngë kaq bukur. Pjesës parë erdhi fundi, mirë po mos u largoni nga ekranet tuaja, sepse pjesa e dytë e emisionit do vijë shumë shpejt. Jemi rikthyer në studio edhe zakonisht e keni vrejqën e ton kohën, e përmeni patosin, e përmeni lojën e patosit. Mirë po më doket që lojës është të jardë fundi, edhe krejt ata që kanë lujt besoj kanë fitu diçka. Gjithmonë e kom cek nëse s'keni fitu diçka ma sakt çmimin, të paktën e keni pas patosin, edhe pse jo me shiju atë shijen e mirë që e ka. Për me bisedu rreth kësaj loje, gjithçka që qysh ka shku organizimit, pjesëmarrës sa kanë qenë këtë lojë, edhe çka kanë fitu, edhe në fund këtë shpërblimin kryesor që është vetura. Sot me mua në studio është Muhamet Kurshumliu, miq të ke ardhur, është necimet pas në studio. Përsëri. Me fillu këtë pjesën e lojës edhe me mbyll së bashku. Po, kësmet. Gjithashtu edhe Ade Ukaj, miq të ke ardhur Ade. Nëcia e jona marim pjesë në të vënish gjithmonë. Mas pari po du me ju pyet qysh e festut 17 shkurtin, a patet ndaj farë atmosfere? Okej, po kemi pas, kështu, na kemi edhe një, do më thonë, një klub basketbolit, që thirret në emër Bora, edhe bash, do më thonë, dje kemi pas finalen për kupën e Kosovës, se jemi ligë parë, edhe kemi qenë, do më thonë, aty dhe kemi fitu kupën. Urime. Jemi fitu, zë më thonë, të kupës Kosovës, hera e parë që këtë vit po him në ligë parë. Po, edhe, do më thonë, me herë parë edhe po bohëm kampionata. Që jemi shumë gëzumë dhe tepër mirë kena kalu. E pas këtë pas win-win ditën. Bashkë, qashtë. Shumë mirë plot me sport. Po, gjatë që ja ka vlet, pasi që ka qenë edhe ekipi joni, ekipi Atlantik Grupit, jemi shku me mbështet edhe nuk na ka zhgënjy, si zakonisht qysh nuk na zhgënjen në Atlantiku asnjëherë. Tash po flasim për lojën e patosit, edhe i erdh fundi mo me 15 shkurt, apo ka qenë mbyllja përfundimtare e lojës, apo na tregon qysh kanë shku procedurat? Po, ka shku më mirë se që kemi pritë, të thonë vërtetën. A nëse gjdo fillimi ose gjdo kampanjë që e bojna, ashtu normal e dim gjdo herë që kom e shku mirë edhe më thë kanë më konë të knaqët si fëmijët, si klient që kam e marë, po gjithsesi kjo ka qenë pak ma ndryshë, si që të edhe jo, ka qenë, do më thonë, kemi bashku seri kampanjat, kemi bo, do më thonë, edhe me aplikacion, njëkohësisht edhe me album. Do më thonë, ka pas edhe për të veçlit me fitu, ka pas edhe për të majtë për marrë këtu edhe me fitu një Po i kishit mendu ju kej detajet, po normal, pa tjetër. Ka pak me i prejkë. Po, do më thonë, ka qenë edhe kampionate, unë ndërlidh mirë edhe thamë se jo, po me do të tash po thamë shqyqo që e kena bo, se me do të ka shku gjithë shka shumë nice, shumë mirë. Mu personalisht, me të vërtet, atin ashtu po gëzona, kur i shisha, do më thonë, zakonisht
fitu që ka fitu, i kemi postu edhe në rrjetet sociale të Patosit. Po dhe u gëzësha kur isha bile prej fillimit me njera ashtu, mas një javë veç kur po më qëjnë foto, ka fitu. Thash, sa shpejt. A u dhëmë se koqa shpejt brenda një javë me dalë me mush albumin, ose që ka do edhe me dalë me njera shpërblimi, thasha, wow, bravo. Dhe më thënë që ajo kom vetëm ajo pika, dhe më thënë që kina vrej që me dërtej kom me shku gjithë që ka mirë edhe që ashtu të ke. Lojën e kena provu edhe në studio, çdo emision me antarët e bendit. Kena provu shumë herë me fitu, po nuk kena pas shumë. Ka dole se... Zakonisht na nuk dërzomi asnjëherë, ta më puna. Mirë, po zakonisht na qëllojshin lojtar, edhe e mira asaj ke edhe pjesa e albumit që mandej e kena këshyrë cilit ekip janë qata lojtar, edhe i kena dhënë informata sa do pak vogla të albumit, pe albumit me... Ko është albumi që i keni mush, ama... Oj, kanë shpëndonje. Se nëse e keni mbush krejt, mune më mja pësjell dhuratat. Jo, se kena mbush krejt, se... Okej, më rejtë. Ke qa që mund, emisionin 2 njate kena. Jo çdo ditë. Dohet edhe me cikë se edhe pse ka përfundu kampanja me 15 të këtij muaji, gjithë ata që kanë fitu me aplikacion edhe nuk ju kanë arrit hala shpërblimet, kanë me i marë. Kemi me mundu që deri me datën 25, kur ka mbajt edhe tërheqja finale, me i shpërndat gjitha shpërblimet që mos me të borgjë asnjëni. Nuk ju kemë betë asnjëherë. Kërësisht njëjtë edhe me albuma. Interesimi ka qenë aq i madh sa që edhe na nuk kem rri, qysh na nxoni dimrin pa përgatitur, edhe kjo kampanje na ka nxonë ashtu se interesimi shumë i madh, dhurata shumë ka pas në sasi shumë. S'kem rri me i shpërnda, po do të kryet deri me 25 besoj që mos ju mesin borxhat atyne që presin. Kanë fitu dëgjuse, top ose fanellë ose diçka tjetër edhe me thonë ka përfundu kampanja, s'na vjen shpërblimi. Dhe këtë dyshim patëm qefi mja o hek prej kokës, mos të mojnë. A ka ndaj statistika ashtu që tregon numrin e pjesëmarrësve që kanë luajtur këtë lojë? Po, ka statistika, vetëm këtë lojë janë skenu parafërsisht 267 skenime, do me thonë 267 kode, QR kode kanë skenu, për vjen parafërsisht 267 persona veç kanë marrë pjesë në lojë. Total skenime prej datës 21 mars 2021, kur kemë fillu prej kampanjës parë, deri tash, kanë qenë 587 skenime. 587.000, më falë, se shumë i madhë për zirë. Edhe dhe shkarkime ka pas dikun 567.000, shkarkime që është bo aplikacioni, është shkarku në Android, do më thonë Samsung dhe telefonat tjerë, edhe në iOS, Apple, në telefonat iPhone. Do më thonë në regionin e Balkanit, ose me thonë regionin e Kosovës, me dërte nuk kanë do një aplikacion që është aplikacion i prodhuar nga Kosova, ose këtë, nuk kanë do një aplikacion që do më bërë qëka shumë. Edhe që është përdorë që ka shumë. Po, edhe që është përdorë. Sështë edhe na në fillim Prishmërit i kem pas pak ma t'ulta, se është diçka që ka qenë për herë të parë, është zhvillu në Kosovë prej në disa programerëve shqiptarë, që e kam bo një punë super mirë, po Prishmërit i kem ma t'ulta si tash. Tash, kër e kemi pa, kjo po na jep neve motiv që mos me ona. Do më thonë me vazhdu edhe me kampanja tjera dhe mas kësaj, edhe pse po del angazhim ma i madh, punë ma i madhe, po prapë po jem të kënaqur kur klientat e Patosit e kanë fitu atë besim ndaj brandit, ndaj chipsit Patos, po edhe ka plot për klienta që pyesin ashtu me nxespresin kur ka kampanja tjera, a kam ja fillu kampanja me aplikacion, kur ja fillon, a keni me bo prap, që janë shpërlimet, janë të interesum krejt kohën, konstant. Po jo dhe me dasht me undalë qytetarët që lojnë. Të ju një informatë, ku është tash kampanja radhës? Do me thonë, ju jeni shumë të kënaqur me rezultatin që e ka pas kjo lojë, se Qytetësike dimri që nëse pa përgatit, dhe thonë pas ka pas shumë vrull pjestarve. Po, ka pas një kosisht, unë veç kur shisha, do më thonë, në përjetës sociale, do më thonë, thëmit, tu full me njëni tjetërën, ja, i ki qitë lojtar, tu në kom këta, po ta ndërgoj këto, ku po shifëm, me ndru lojtar. Ose me shit. Ka pasë dhe që i kanë shqip. Pas ka dhe, alo ma meqëm. Po, normal. Kësi marketplace në Facebook, ka pasë qëra veç që këtë lojtar, po mungan, tu bo shera ato, kush e ka këtë lojtar, le të më përgjigjet. Edhe me dërtet është një ndjenje mirë ku përshë ashtu të mitë. Tu diskutu me njëni tjetërin. Po gjithsesi, po gëzome edhe na kur kam fitu edhe të mitë, kur fitojshën, kur ja jepshë dhuratën, atë gëzimin që dhe më thënë kam fitu edhe për marrë shpërblimin. Normal që janë këto sene tjera janë edhe në krejt
kalu, se që thojnë, po që ajo kesh me atë fëmija kur është edhe kur pesheq ato që ajo po të kënaqet, diqysh. Normalisht kur shef fëmijët ashtu të gëzuar. Mandej edhe juve nuk ju lënë që me u ndal, mandej me kampanja tjera se sado që është e lodhshme, normalisht kërkon angazhim më të madh. Edhe kur ka të interesu më shumë, angazhimi shtohet më shumë se që e keni prit. Ekstra punë, ekstra mundi, po që ja vlen. Po ja vlen. Kryesorja në fund me u nda të kënaqem ata që i besojnë patosit, kjo është edhe për neve lumturi. Do me thonë, me marrë pjesë në lojë ka qenë e mundshme me QR kod edhe me album. Cila është përdorë më shumë? Apo nështë e ka një farë barazimi kështu? Po me ndasim i vra. Po jo, ashtu me ta thonë vërtetën, do me thonë, edhe me album ka pas shumë fëmijë zakonisht, se kryesisht e kemi bo albumin për fëmijë, po njëkohësisht edhe prej statistikave që kemi parë, ka qenë edhe rrugë tepër i madhe dhe nga aplikacione, sepse më lehtë ashtu, po vjen me njëra QR kode, 5 skenon, po kështu do me thëmë pakës është, po duhet me marrë albumin, me mbajt, me mush, më munu pak, po gjithsesi kanë shku se e barë, do me thëmë, sa e di unë, do me thëmë edhe me patos, do me thëmë edhe me aplikacion, ka pas tepër... Ka pas angazhim shumë të madh, po ka pas, po tash albumi ju ka ndihmu edhe një pjesës që nuk kam pas, që nuk kam pas telefona, po nuk kam pas qasje nëpër telefona, një moshë që është nështë ma mirë që nuk kanë shumë qasje nëpër telefona, se po mundën edhe më keq përdor, po edhe e shoh që me aplikacion ju ka ma lehtë, se e kanë skenu kodin, ju ka dalë shpërblimi, më kanë thirrë, ma kanë jep një adresë dhe ju ka shku shpërblimi deri në post. Po ne deri në shtëpi me post. Masi që jemi te shpërblimi, tash është skenu, okej, kam fitu krejt. Sa ka zgjatë që ajo koha që me ju shku çmimi mas nej tek adresa? Kemi mundu që mos me i vënu më shumë se një javë. Për shkak që ka pas shumë fëmijë që kanë fitu edhe si që dim gjithë botërisht, një fëmijë nëse fiton diçka nuk mundet edhe shumë me prit, ose e ka atë entuziazmi se kur vjen shpërblimi, edhe diçka kur blejmë na, me post, derisa të na vjen e kemi entuziazmin, lejmo nëse është shpërblim. Kështu që kemi mundu mos me zgjat më shumë se një javë, mbrana javës ai që ka fitu më ia dërgu shpërblimin. Ndoshta ka ndodhur, e kemi pas edhe pushimin dimror, domethënë pushimet e fund vitit, festave, ka ndodhur ndoshta më u vënu pak më shumë, po e kemi jep pamundurën që mos më vënu më shumë se një javë. Prej çmime, porna. Jo, s'është problem, po kryesisht do më thonë jemi mënu me vërtet si ekip, ashtu me njëre kur fiton njëkohësisht edhe me albuman. Se zakonisht thëshën që e ku mbush albumin, po du me marrë shpërblim, do më thonë me njerë jemi mënu, kemi që ekipën, e ka marrë albumin, e ka këqyr, edhe jemi mundu sa ma shpejt me dërgu shpërblimin që mos me prit fëmijën. E mira e kësaj është që nuk na kanë lënë edhe shumë me prit se momentit që kanë fitu, kanë kontaktu me njëherë. E kanë fitu kur në vjen. Ose unë e kom mush albumin, se zakonisht rregulli ka shku nëse ke fitu, është dasht me prit 4-8 orë, nëse na nuk i ke kontaktu fitus, e kam pas të mundur me na thirrë. Po ka pas për atyne që ka fitu edhe një gjys natës, ka kontaktu, unë e fitova një telefon. Rresha me Adheon edhe me djallin tjetër që i ka kështu do më thënë telefonatat nga patosi, do më thënë nga albumi. Adheon i ka kështu... Po, me atë musafirin që e keni pas, Ardjani. Po, Adheon i ka kështu prej, do më thënë, aplikacionit. Po, kur ulla në dytë me këta, s'më shumë me bu muhabet për i thirjeve. Më dhërte në thirje, ta man janë shumë muhabetit, veç telefoni, o, pret ka doli, o, ta isha le, mami. Tu pakës kam pas edhe këta ankesa që kam pas shumë thirrje, po gjithsesi. Është dashme me menu këtë pjesë. Kjo ka qenë puna jona, është në rregull. Prej çmimeve që ka janë dhonë, cili është ai çmimi që ka shku ma shpejt dhe që kanë fitu njerëz ma shumë? Prej çmimeve, muj me thonë që dëgjueset me Bluetooth, ka qenë shpërblimi që edhe e kanë dasht mas shumë të për i këtyne të vogla është fjalla, se për me dasht ma shumë i kanë dasht shpërblimet e mëdhaja, Kerrin, ose PlayStation 5, ose telefonat, po dëgjueset me Bluetooth ka pas edhe sasi shumë atë madhe, po dhe jënë fitu gogja shumë. Këtë çmimin e dëgjuesve, po më duket dikush në staf e ka
Nuk ka fitu, apo shë që pas këtë fitu. Po, se regjia ma... Staf, kur gjithë staf, në rëndësi në staf pas ka fitu. Une jo, që s'ka fitu. Familja të vënishit pas ka fitu, kështë gjithë Po, që e kërëndësi, dikosh, njoni me fitu, na kiti na fitu. Veç që në tash edhe nuk mundemi me matë në këtë formë se cili shpërblim ka shku ma shumë, se ne vetëm i kemi pas caktu me sasit e shpërblimeve. Kampanjën e kalume kanë qenë edhe abonime në Telkos. Ka qenë një sasi caktume, që gjithat i kanë fitu, 150 abonime. Kemi pas bileta për çifte në Cineplex, ato kanë qenë 1111. Më herët kemi pas edhe gigabajt internet prej IPKOS, ato janë konë sasi 2000 diçka. Kështu që këto shpërblimet që janë fitu gjatë ditës, besojmë se nuk kemi mri edhe me i përcjell. Ne e kemi ditë një numër caktum, 2000, 3000, 1100, po kanë shku, që janë kërku mas shumë të dëgjuset. Fanelat kanë kërku, një kohë kemi dhënë edhe fanelat originale të Kombëtarës Kosovës, edhe ato janë konë prej top shpërblimeve që i kanë kërku gjenerata ma e rejtë, dhe thonë, të rritë, fëmija. Po gjithsesi, dikun që i këqyrë më statistikat bile bash dje kurëshëm, 98% që shpërblimeve kanë dalë. Të gjitha, dhe më thonë, kjo është një kampanjë tepër e sukseshme, se kur dalën, dhe më thonë, thuaj se mi 90% kur dalën të gjitha shpërblime, dhe më thonë, i ki bu një kampanjë në vërtet sukseshme. Që jemi të lumëtër që kanë të kanë lënë edhe asë një shpërblim, s'na kanë lënë. Se kështë dhona kamet, na i sanë që kamet, adhe? Po kamet shpërblimet e mdoja, se nuk mundin me thonë, mundin me pa dhe këto mrapa, tash këto shpërblimet e mdoja. Jonas, po flasim për mdoja, për këto tjera. Jonas nuk po sinojnë ashtu me njëherë, çmimin e madhë. Ka dole, ka pak dhe me mbri, atë shkallë. Këto shpërblimet e mdoja kanë qenë bashkë për ata që nuk i kanë fitu të vogla. Se kampanja është zhvillu në këtë mënyrë. Nëse ti ke skenu, nuk e fitu një shpërblim të vogël, fanel, dëgjuse, top që dhe se tjetë, je bo pjesëmarrës në tërheqjen finale. Edhe pyetja më e shpeshtë që ka marrë, çka është tërheqja finale? Tërheqja finale mbledhen gjithë ata që nuk kanë fitu shpërblime. Nëse ke skenu një herë, 5 herë, 100 herë, mundësia veç është rritë, dhe në fund me 25-in, ose në fund kampanjës, cila do t'i bjen, i mbledhim gjithë ata emra edhe bojmë një tërheqje, sikur puna e tërheqjeve që është bo si lloj loto, si që me thonë. Aty shihet se sa ke fat. Edhe gjithë ata që nuk kanë fituar shpërblimet vogla, janë lojën më të madhe. Aty nëse ka fat, ai që nuk ka fituar dëgjuese mund me fituar veturën. Gjë që ka ndodhur herën e kalume, vetëm 5 herë ka skenu, një vajzë e vogël, 5 vjeçare, nështë 6 vjeçare, s'ka fitu kur gjë. Nështë ajo është dëshpru që s'ka fitu, po kër e kemi thirë më jepë shpërblimin veturën live në televizion, atëre është mahnit. Unë s'kam fitu kur gjë, ta shë fitua veturën. Kjo është edhe mira e kampanjës. Pas ka shpresë edhe për ata që s'kan fitu. Do të mos me u shpresë dhe asë njëherë. Stijet, nështë ju t'i rriton, vitova kërë. Po javlen me se kështu do më thonë që dita, sakt, ora, do të dërgohet me aplikacion, përmes aplikacionit në mesazh, se kur do tjetë dita e shpërblimeve, dhe në sa ora. Në më thonë të gjithë ata që kanë lutë me patos, kom një ardhë një mesazh ku do tjetë, do më thonë atë të gjithë, do më thonë, me që datë kom mbajt, edhe në që ka qora, në që të emision, ose... Ok, po si deshta me ju pyjtë shta ka me qenë në naj televizion, diçka drejt për drejt, edhe kush ka me qenë pjesëtar që kanë me bo tërheqjen? Tërheqja finale, që 4 kampanja shkon online. Masi edhe kampanja ka qenë e digitalizume, do më thonë, nuk ka pas asgjë fizike. Edhe tërheqjen finale kemi vendos me bo online. Është një program që i gjeneron, i mbledh gjithë ata emra dhe i gjeneron fitust. Kemi pa dhe në kampanja tjera që në organizu pej neve ose pej klientëve tjerë. Kështu që ka me u vendos aty për aty, ka me u zgjedh në përmjet programit fitusi, fatlumit që e fiton shpërblimin, edhe ka me u kontaktu aty për aty me telefon. Për ata kemi mendu me shku live edhe në emision, për televizion s'po flasim, kam e në TV-ni, vetëm kam mbet me vendos orën, gjë që do t'ju shkoj si informat me notification që shta dhe Mohamedi, ora, emisioni, edhe i mbetet me i maj telefonat ofër edhe hapa. Mos me mbyllë, se si dije.
Edhe pse po thu fatlumi, nuk po thu fatlumi ose fatlumja. Më falë, fatlumja dhe fatlumja. Si ti qysh vesh gjem që kam i qenë. Që ka të mile pa kona. Okej, fatlumja Po, dhe atë në fatlumja. qysh, se po mdo këtër në kalum që ka fitu një fema nëse një qike. Ah, Po, tash tash po për që ato ndoshta ka pas dëshirë. Po dënë mi barazu. Mi barazu. S'ka lidhe, kur dhe që t'fiton, vis letë me Inshallah shumë. shkon, domethënë, te personi i duhur që me vërtet ka nevojë. Këto e them çdo herë si kompani, domethënë inshallah të gjithë këto shpërblime me vërtet i shkojnë atyre që me vërtet kanë nevojë. Që kjo është Tash kush e ka fate? Ai që ka fat ma shumë, nuk mundem ja marr. Pa tjetër, ka nevoj, s'ka. Dikush ka me fitu. Gjithkush ka nevojë për dhuratë edhe për ka qef me pas. ka dikur që me vërtet thjesht e ka ëndrrën me pas një vetur ose Normalisht edhe ka ma të vështirë ma të vështirë me e marr, po pra te e thash, domethënë inshallah shkon Dëshirojmë që dikona kjo që dëshira jote të realizohet, inshallah. të plotësohet. Faleminderit. Për fund, para se me përmbyll, çka ka me pas drejt tek patosi në një kampanjë tjetër, ose diçka që qytetarët me marrë vesh që ka me pas loja Ja, hala. bërë surprizë këtë. Po, që ato dështë me thonë edhe domethënë jemi duke punuar, domethënë i kemi një 2-3 domethënë mendime, po munohemi bashku ato se çdo herë siç theme domethënë munohemi me bu diçka me vërtet më inovative, jo me bo çdo herë të njëjtë, është që jemi duke punuar domethënë në atë drejtim. Edhe të me të surprizë, besoj që programin tjetër prapë të e shfaqim, domethënë. Besoj që pranvera prapë ka me qenë me kampanja, kështu që Bash deshta me ditë, bile prapërsisht një atë. pranvera ka me qenë me kampanja, aplikacionet mos i fshini, mbani, edhe nëse fitoni, kështu që keni me pas Aplikacionet besoj kanë me ju dash për secilin kampanjë, apo jo? Patjetër. Po, aplikacionet kam me dash, se nuk kem dëshirë me i obligu klient tonë që gjithmonë me ma një aplikacion 3, ose me shkarku diçka të re, ose nëse ka nevoj me bo update për kampanjën e re, kështu që me atë aplikacion që kanë marrë në vitin 2021, kanë mundësi me fitu gjitha shpërblime deri sa të zgjatë patosi. Po dhe shumë bukur le të mbetet kjo aplikacioni patosit. Edhe pse jo... Edhe gjithë që fitojnë, edhe thrasin thënë, kanë fitu me aplikacionin e patosit. I kanë mbetë edhe emri tash. Zakonisht ata aplikacione pa të menu me bu, domethënë edhe për brende tjera, por që su bukës me patos ja njësën, po mdok me patos pas kemi me vazhdu. Po gjithësësi jemi të jo. Nuk është keq, s'pangohemi. Faleminderit shumë. Ke kënaqësi ju pas në studio dhe me fol pse jo për tash edhe herave tjera kampanja të reja, se për qytetarët edhe për këtë shikuesit këto janë lajme të mira, se jo shumë herë është rasti me fitu diçka, sidomos me fitu telefon, në kjerë këto nuk vjen dikush me t'i dhonë qatë fletë. Edhe na jemi me vërtet lumtur që na keni ftu, njëkohësisht edhe pse jemi edhe në programin tonë. Kështu që na ka jesën barë, faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Kështu që çdo herë tash kur bëna kampanja të reja, fillimisht kena me orët e te. Jeni si në shpejtoj. Faleminderit. Veç kallzoni kur është data qatë që është tek, se më njerë. Faleminderit shumë kënaqësi. Gjithashtu. Atëherë të dashur shikues, po e dëgjojmë bendin dhe performancën e tyre, më pas do të përshëndetemi për sot.
Faleminderit gjithë juve që qëndruat me neve gjatë këtyre qaseve edhe unë ju uroj një javë sa më të mbarë. Do takojmë përsëri ditën e premte, natën e mirë nga unë.